Gjinari, një nga perlat më të bukura malore të Elbasanit, mirëpriti këtë fundjavë qindra turist vendas dhe të huaj për të festuar magjinë e fundvitit përmes aktivitetit Tregu i fshatit Gjinar, event i organizuar për herë të parë i dha Gjinarit një tjetër dimension, duke e kthyer në një qendër takimi, ku turizmi, tradita, rinia dhe mikpritja u bashkuan në një ditë të paharrueshme. Pjesë rëndësishme e këtij aktiviteti ishte panairi i produkteve lokale. Vizitorët patën mundësinë të njihen nga afër edhe me bujtinat e Gjinarit, të cilat gjatë ditës mirëpritën turist, duke ofruar akomodim, gatime tradicionale dhe mikpritjen karakteristike të zonës. Atëherë, si festat e fundvitit që jemi tani pranë në vitit të ri dhe Krishtlindjeve, ëmbëlsirat më tradicionale në zonat e Shpatit janë baklavaja, saraklia, kadaifi, pjesët e revanive, pengjire, thonë disa njerëz. Pastaj janë dhe ëmbëlsirat tradicionale, ka dhe trileçe, pastashuta, domethënë që janë ëmbëlsirat që neve jemi duke i ekspozuar të këtu në Gjinar. Po bëjmë komposto, bëjmë reçelna, bëjmë këto dolmetin, djalpin, djathin, giza, nën produkte gjitha i shesim të shit, po kemi edhe këto natyrës, pastaj arra, moll, hurma, gjitha këto i kemi natyrës. 10 vjet. 10 vjet kam ti aty kene ka pas vazhdimisht. Që janë të mia, arzona atil, freski, ka aromë në malë, dule, Janë shishme se i bon hapa vene. Natyra e më bukur, ka ja pisha, au. Që kooperativë dhe i me një divit, po në përshie e orë më kampion se i bon edhe ujë. Kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatja u shpreh se aktivitetet të tilla synojnë zhvillimin e turizmit dhe gjallërimin e zonave rurale. Gjinari ka dhe një potencial të madh turistik, duke qenë se është edhe pjesë e paketës maleve për zhvillimin e agroturizmit dhe të bujtinave në zonën e Shpatit. Është qendra e Shpatit, një zonë me tradita dhe me kulturë dhe me tashmë me një potencial të shtuar për turizmin dhe agroturizmin. Tregu i fshatit Gjinar synon promovimin e pikës malore të Gjinarit për ta shndruar në një destinacion të frekuentuar në të 4 stinët e vitit.